Qendra kulturore në Ohër ka marrë ndalesë për punë, pasi gjatë një inspektimi të jashtëzakonshëm, në objekt janë konstatuar një sër mangësish. Edhe pse ka poseduar të gjitha dokumentet planore në përputhje me ligjin për mbrojtje dhe shpëtim dhe të gjitha instalimet e nevojshme për një objekt të këtij lloji, një pjesë e tyre nuk kanë funksionuar për vite me radhë. Edhe pse në këtë hapësirë mbahen numër i madh evenimentesh kulturore dhe evenimente të tjera, institucioni i është caktuar afati deri më 1 qershor për t'i përmbushur detyrimet, përndryshe nuk do të mund të vazhdojë me punë dhe ndalesa do të mbetet në fuqi. Drejtori më informoi se gjatë analizimit të gjendjes së instalimeve është konstatuar se rrufe pritësi diku ka ndërprerje dhe duhet të ndërtohet i ri ose të rikonstruktohet ai ekzistues. Sistemi për alarm të automatizuar për zbulimin e zjarrit është tashmë i vjetërsuar dhe nuk mund të përditësohet, prandaj duhet të instalohet sistemi i ri. Ky është sistem për zbulimin automatik të zjarrit, i cili reagon ndaj tymit dhe nxehtësisë dhe i alarmon personat e pranishëm për nevojën e evakuimit. Po ashtu edhe rjeti i hidranteve është jashtë funksionit. Pjesë e disa shfaqjeve teatrale në festivalin Vera e Ohërit mbahen këtu, prandaj për shkak të ngarkesës së punës që duhet të realizohen, është e pasigurt nëse ato do të mund të luhen këtë verë në skenën e qendrës kulturore. Megjithatë, tragjedia në Koçan ka zgjuar institucionet nga gjumi i gjatë dimror. Ne punojmë në bazë të planit mujor dhe programit vjetor dhe i kalojmë ato me dinamik të caktuar. Duhet të them se deri në këtë ngjarje kemi qenë pak më tolerantë si inspektor, sepse janë institucione shtetërore, por pas kësaj do të kalojmë pik për pik pa pardon, sepse pam deri ku na shpiu kjo punë. Pasi u konstatua një sër parregullësish, të cilat mund të rrezikojnë sigurinë e punonjësve dhe vizitorëve, vendosëm për pezullim të përkohshëm të gjitha ngjarjeve dhe manifestimeve që ishin planifikuar të mbahen. Për sanimin e gjendjes do të duhet të shpallet tender, procedurë e cila mund të zgjas edhe 1 muaj e gjysmë, por më e rëndësishme është siguria se sa çdo gjë tjetër. Kontrollet të jashtëzakonshme janë kryer edhe në kopshtet e fëmijëve në Ohër dhe Struk. Meqense janë ndërtuar më shumë se 50 vjet më parë, u përcaktua se nuk kishin sistem automatik zbulimi dhe alarm për zjarr, pas çka ju urdhërua të instalonin urgjentisht të sistem të tillë. Në fillim të prillit, palestra sportive Niko Nestor në Struk u mbyll gjithashtu, sepse u përcaktua se nuk ishte sigurt për përdorim edhe pse përdorej nga më shumë se 1500 nxënës dhe disa klube sportive. Një shkollë fillore në Struk urdhërua të inspektonte dhe riparonte të gjithë instalimin e saj, duke përfshirë sistemet mbrojtëse dhe alarmit nga zjarri.